Zbulohet një specie e re dinosauri, më e vjetra e gjetur në Amerikën e Veriut, 230 milion para Krishtit. Si dhe kur u shfaqën dhe u përhapën për herë të parë dinosaurët në të gjithë planetin më shumë se 200 milion vjet më parë. Kjo pyetje ka qenë për dekada një burim debati midis paleontologëve që përballen me të dhëna fosile të fragmentuara. Pikpamja mbizotëruese është se zvaranikët u shfaqën në pjesën jugore të superkontinentit të lashtë Pangea, të quajtur Gondwana, miliona vjet para se të përhapeshin në gjysmën veriore, të quajtur Laurasia. Por tani, një dinosaur i përshkruar rishtazi, fosilet e të cilit u zbuluan nga paleontologët e Universitetit të Wisconsin-Madison, po e sfidon këtë rrëfim, me prova se zvaranikët ishin të pranishëm në hemisferën veriore miliona vjet më herët se sa dihej më parë. Rimendimi dhe rishikimi i historisë e evolucionit të dinosaurëve. Ekipi i UW Madison ka analizuar mbetjet fosile që kur ato u zbuluan për herë të parë në vitin 2013 në Wyomingun e sotëm, një zonë që ndodhej pranë ekuatorit në Laurasia. Krijesa, e quajtur Avaitum Banduiveçe, është tani dinosauri më i vjetër laurazian i njohur dhe me fosile që vlerësohen të jenë rreth 230 milion vjeç, është e krahasueshme në moshë me dinosaurët më të hershëm të njohur Gondwana. Shkencëtarët e UW Madison dhe partnerët e tyre kërkimor detajojnë zbulimin e tyre në një botim të kohëve të fundit të revistës zoologjike të shoqërisë Linnean. Me këto fosile, kemi dinosaurin më të vjetër ekuatorian në botë. Është gjithashtu dinosauri më i vjetër i Amerikës së Veriut, tha Dave Lovelace, një shkencëtar kërkimor në Muzeun e Gjeologjisë të Universitetit të Wisconsin, që bashkëdrejtoi punën me studentin e diplomuar Aaron Kufner. I zbuluar në një shtresë shkëmbi që njihet si formacioni Popo-IA, Lovelace dhe kolegët e tij u dezhvite pune të kujdesshme për të analizuar fosilet, për t'i përcaktuar ato si një specie e re dinosauri dhe për të përcaktuar moshën e tyre të vlerësuar. Ndërsa ekipi nuk ka një ekzemplar të plotë, kjo është një dukuri jashtëzakonshme e rrallë për dinosaurët e hershëm, ata gjetën mjaftueshëm fosile, veçanërisht pjesë të këmbure të species, për ta identifikuar pozitivisht Avaitum Banduiveçe si një dinosaur dhe me shumë mundësi si një të afërt shumë të hershëm të sauropodit. Sauropodët ishin një grup dinosaurësh barngrënës që përfshinin disa specie njohura gjigante, si ato në grupin e quajtur me drejtë të titanosaurëve. Avaitum Banduiveçe, i afërt i më largët, jetoi miliona vjet para se të përhapeshin në gjysmën veriore, të quajtur Laurasia. Por tani, një dinosaur i përshkruar rishtazi, fosilet e të cilit u zbuluan nga paleontologët e Universitetit të Wisconsin, po e sfidon këtë rrëfim me prova se zvaranikët ishin të pranishëm në hemisferën veriore miliona vjet më herët se sa dihej më parë. Rimendimi dhe rishikimi i historisë e evolucionit të dinosaurëve. Ekipi i UW Madison ka analizuar mbetjet fosile që kur ato u zbuluan për herë të parë në vitin 2013 në Wyomingun e sotëm, një zonë që ndodhej pranë ekuatorit në Laurasia. Krijesa, e quajtur Avaitum Banduiveçe, është tani dinosauri më i vjetër laurazian i njohur dhe me fosile që vlerësohen të jenë rreth 230 milion vjeç, është e krahasueshme në moshë me dinosaurët më të hershëm të njohur Gondwana. Shkencëtarët e UW Madison dhe partnerët e tyre kërkimor detajojnë zbulimin e tyre në një botim të kohëve të fundit të revistës zoologjike të shoqërisë Linnean. Me këto fosile kemi dinosaurin më të vjetër ekuatorian në botë. Është gjithashtu dinosauri më i vjetër i Amerikës së Veriut, tha Dave Lovelace, një shkencëtar kërkimor në Muzeun e Gjeologjisë të Universitetit të Wisconsin, që bashkëdrejtoi punën me studentin e diplomuar Aaron Kufner. I zbuluar në një shtresë shkëmbi që njihet si formacioni Popo-IA, Lovelace dhe kolegët e tij u dezhvite pune të kujdesshme për të analizuar fosilet, për t'i përcaktuar ato si një specie e re dinosauri dhe për t'i përcaktuar moshën e tyre të vlerësuar. Ndërsa ekipi nuk ka një ekzemplar të plotë, kjo është një dukuri jashtëzakonshme e rrallë për dinosaurët e hershëm, ata gjetën mjaftueshëm fosile, veçanërisht pjesë të këmbëve të species, për ta identifikuar pozitivisht Avaitum Banduiveçe
si një dinosaur dhe me shumë mundësi si një të afërt shumë të hershëm të sauropodit. Sauropodët ishin një grup dinosaurësh bangrënës që e përfshinin disa specie njohura gjigante, si ato në grupin e quajtur me drejtë të titanosaurëve. Avajtum banduiveçe, i afërt i më largët, jetoi miliona vjet më parë dhe ishte më i vogël, shumë më i vogël. Ishte praktikisht sa madhësia e një pule, por me një bisht shumë të gjatë, tha Lovelace. Ne mendojmë dinosaurët si këto gigant të gigant, por ata nuk filluan atë mënyrë. Në fakt, ekzemplari i tipit Avajtum banduiveçe, i cili ishte i rritur plotësisht, por mund të ishte pak më i madh në moshën e tij maksimale, ishte pak më shumë se 30 cm në gjatësi dhe rreth 90 cm nga koka deri në tesht. Edhe pse shkencëtarët nuk e kanë gjetur materialin e kafkës së tij që mund të ndihmojnë në sqarimin e asaj që ngrënte, dinosaurët e hershëm të lidhur ngushtë me sauropodet hanin mish dhe kangjasat ishin omnivor. Studiuesit gjetën kockat e pakta të njohura të Avajtum në një shtresë shkëmbi pak mbi ato të një amfibi të përshkruar rishtazi që ata zbuluan gjithashtu. Provat sugjerojnë se Avajtum thavajçe jetonte në Laurasia gjatë ose pas e herët ndryshimesh të mëdha klimatike të njohur si epizodi pluvial i Karnian, i cili më herët është lidhur me një periudhë të hershme të diversifikimit të specieve të dinosaurëve. Klima gjatë asaj periudhe, që zgjati rreth 234 deri në 232 milion vjet më parë, ishte shumë më e lagët se sa kishte qenë më herët, duke transformuar zona të mëdha e nxehta të shkretëtirës në habitate më të mikpritshme për dinosaurët e hershëm. Lovelace dhe kolegët e tij kryejnë datim radioizotopik me saktësi shumë të lartë të shkëmbëve në formacionin që mbante fosilet e Avajtumit Didai, i cili zbuloi se dinosauri ishte pranishëm në hemisferën veriore rreth 230 milion vjet më parë. Studiuesit gjetën edhe një gjurmë të hershme të ngjashme me dinosaurit në shkëmbit pak më të vjetër, duke demonstruar se dinosaurët ose kushërinjtë e tyre ishin atu në rajon disa milion vjet më parë se sa dihej më parë. Po e plotësojmë paksa këtë histori dhe tregojmë se idetë që kishin për atë kohë, ide që mbështeteshin me prova të fragmentuara, nuk kishin plotësisht të sakta. Tani kemi këtë provë që tregon se dinosaurët ishin këtu në hemisferën veriore shumë më herët se sa mendohej më parë. Një çështje bashkëpunimi. Ndërsa ekipi shkencor është i bindur se ka zbuluar dinosaurin më të vjetër të Amerikës së Veriut, është edhe specia e parë të dinosaurit që emërtohet në gjuhën e fisit lindor shoshoni, tokat stërgjynore të cilit përfshin vendin ku zbuluan fosilet. Pleqt e fisit lindor shoshoni dhe nxënësit e shkollës së mesme ishin thelbësor në procesin e emërtimit. Avajtum banduiveçe përkthehet të gjerësisht si dinosaur shumë kohë më parë në gjuhën shoshoni. Disa antar të fiseve bashkuadhruin dhe Lovelace dhe kolegët e tij të Udo Madison, ndërsa studiuesit përpiqenin të zhvillonin praktikat e tyre në fushë dhe të respektonin më mirë tokën duke përfshirë njohjen dhe perspektivat e popujve indigjen. Marrëdhënia e vazhduar që zhvillua midis Dr. Lovelace, ekipit të tij, distriktit ton shkollor dhe komunitetit ton, është një nga rezultatet më të rëndësishme të zbulimit dhe emërtimit të Avajtum banduiveçe, thot Amanda Letler Diaz, bashkautorja e punimit dhe antare fiseve shoshoni lindor dhe Arapaho. Letler Diaz është koordinatori i arsimit indian në shkollën Fort Washakie dhe koordinoi procesin e emërtimit me nxënësit dhe pleqtet të fisit, një proces i cili filloi nën paraardhësen e saj, Lynette St. Clair. Zakonisht procesi i kërkimit të komunitete, veçanërisht në komunitetet indigjene, ka qenë i njëanshëm, ku kërkuesit përfitojnë plotësisht nga studimet. Punimi që kemi bërë me Dr. Lovelace e thyen ciklin dhe krijon mundësinë për reciprocitet në procesin kërkimor.